Corriere della Sera shkruante: homoseksual dhe pervers Stalini shqiptar, mbas intervistave të Ilir Bulkës. Kështu që Rama vazhdon në rrugën e kryetarit parë të partisë së tij. A do të hymë në Europë mbrapsht, siç do Rama, duke shkelur kodin zakonor? Dhe pse antishqiptari Rama kërkon të ofendoj traditat e shqiptarëve? Natyrisht që ai ka shitur gjithçka. Ka shitur shpirtin, ka shitur interesat kombëtare me miliona dollar që, siç u thash dje, vazhdojnë e pastrojnë Manhattan. Kjo nuk e ndal fundin e tij. Ti mund shitesh te Rothschildet, te Kushneri përkthjelur dhe mediokër, por shqiptarët nuk harrojnë. E vetmja rrugë është protesta masive. Natyrisht, i takon opozitës që të nxisë. Unë shpresoj, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Më shumë sot në Fokus.